Zgjidhe një grup dhe dëgjo mesazhin që universi ka për ty sot. Mos mendo shumë. Merr frymë thellë, beso intuitës dhe lëre zemrën të udhëheq drejt grupit që të tërheq më shumë. Ajo që ti ke nevojë të dëgjosh në këtë moment mund të jetë pikërisht këtu, përpara këtyre dy grupeve. Pres një koment, cilin grup zgjodhe, dhe le të shohim se çfarë të pret. Vem te grupi i parë. Dy kupat. Shumë bukur. Grupi 1 më nisët me një energji shumë të bukur. Mesazhi kryesor është shumë i bukur në një lidhje ose një bashkëpunim po merr formë këtë moment, por kërkon durim dhe shumë qartësi nga ana jote. Dy kupat, flet për afrim, pa afrohesh me dikë, mund të kesh një ribashkim, një rikthim, një njohje të re, ose një person që ka ndjenja të sinqerta në lidhje me ty. Magjistari të thotë që ti e ke fuqinë e kësaj lidhjeje, ta manifestosh këtë lidhje, sepse kjo është ajo lidhje që ke dëshiruar për kohë të gjatë. Por komunikimi dhe veprimi në këtë manifestim janë çelësi juaj. Gjithashtu katër shpatat tregon që nuk duhet të nxitohesh, ka ardhur koha për të patur qetësi, për të patur reflektim dhe për të shëruar veten tënde të rikuperohesh nga ana emocionale. Gjithashtu imperiori të thotë sill energjinë e një mashkulli më të pjekur, sepse është një person i pjekur me autoritet dhe të sjell energjinë që është një mashkull serioz. Ky person është mund të jetë një këshilltar, ose mund të jetë babai juaj, është një autoritet mashkulli që kërkon të ketë stabilitet në jetë. Por gjithashtu, shikojmë që faqja e shkopinjve më tregon një mesazh ose një ftesë ose një kontakt nga një person që ose mund të jetë një fillim i ri në jetën tënde, duke që sepse të shikoj shumë entuziaste, të shikoj të buzëqeshur, të shikoj që mezi e ke pritur këtë energji të sotme. Të shohim dhe një letër të fundit. Hierofanti është karta e tarotit që të angazhon me familjen, me trashëgiminë, me marrëdhëniet e tua, ose me marrëdhëniet e serioze që mund të kesh në jetën tënde. Por për disa mund të flasë për një bashkëjetesë apo për një martesë në të ardhmen e afërt. Me sa shikoj këtu, ju që zgjodhët grupin 1 dhe diellin këtu, në qoftë se zgjodhe grupin 1, energjia flet për një lidhje që po afrohet drejt stabilitetit. Pas një periudhe shumë të gjatë, po vjen qetësia, po vjen komunikimi, po vjen lëvizja e një mundësie të re dhe një mundësi e diçkaje më serioze. Gjithashtu, unë do të thosha që mos e detyro rrjedhën e ngjarjeve, mos e detyro situatën, sepse ajo që është për ty, dhe ajo që është për ty po afrohet që të jetë në duart e tua, sepse lulja e diellit që doli në numrin 1 është simboli dritës, simboli i shpresës, i bekimit dhe atyre që vinë pas një periudhe të vështirë. Vem tek grupi 2. Tek unaza. Një element shumë i fortë, një element që ka të bëjë me mbylljet e cikleve dhe të mbylljen e një cikli të dhimbshëm. Dale të shohim të dhe nuk i kam parë letrat, thjesht i kam vënë këtu dhe i kam punuar pak më parë, të shohim se çfarë po na sjellin. Mbretëresha e monedhës, grupi 2. Në qoftë se ti ke zgjedhur unazën, siç e thash pak më parë, është një mbyllje cikli të dhimbshëm në jetën tënde, sepse aktualisht mbretëresha e monedhës tregon një energji Mbretëresha dhe mbreti i monedhës, dëgjoni këtu tani. Tu tregojnë dy energji që mund të ndërtojnë diçka të qëndrueshme së bashku. Për disa flet për një çift, për të tjerët flet për një partneritet ose për një mbështetje shumë të fortë. Por me sa shikojmë këtu, shikojmë që këta të dy persona, këtu shikojmë një fund, një mbyllje cikli. Kjo unaza na solli mbyllje cikli.
të dhimbshëm në jetën tuaj, 8 shpata tregon një zhgënjim, një tradhti ose një periudhë ku ke menduar se gjithçka kishte marrë fund. Këtu. Po letra e diellit është një letër që e ndrin gjithë tarotin, okay? Dhe kjo tregon se po hyn një periudhë gëzimi dhe qetësie dhe bekimi në jetën tënde, sikur po qetësojnë pak gjërat. Prandaj të ka ardhur mbretëresha dhe mbreti i monedhës që të tregojnë dy energji që mund të ndërtojnë diçka të qëndrueshme së bashku. Okej, sepse me sa shikojmë këtu, shikojmë që The Tower. The Tower të rrëzon universi, po të rrëzon më sakt atë që nuk është më për ty. Nëse jeni në një lidhje apo marrëdhënie apo në një martesë që nuk është më për ty, ka ardhur momenti të përfundojë kjo gjë. Okej? Të përfundojë kjo gjë, sepse me sa shikoj këtu, shikoj që The Tower mund të ketë ndryshime të papritura në jetën tuaj dhe të çojnë drejt diçkaje më të mirë në jetë. Okej, sepse me sa shikojmë këtu, shikojmë që kemi kalorësin e monedhës. Kalorësi i monedhës më sjell një energji shumë të freskët, një energji që ecën avash në jetën tuaj, por është e sigurt. Kjo marrëdhënie nuk po vjen me hapa të shpejt, por ka një qëndrueshmëri shumë të madhe. Okej? 9 monedhat, letër shumë e mirë, tregon pavarësi, sukses. Shikoj që je duke vlerësuar vlerësuar veten tënde. Kjo letër të tregon se nuk ke nevojë për të vraposh pas askujt. Ti je një shpërblim i vetes tënde. Okej? Me sa shikojmë këtu, shikojmë që universi këtë moment po të tregon shumë gjëra. Ke edhe 10 monedhat. Shiko, është letra e familjes, shtëpisë, stabilitetit, por këtu shikoj që shumica nga ju ka nevojë për siguri materiale ose siguri shpirtërore. Dhe shumë nga ju mund të jenë duke manifestuar për një shtëpi këtu. Për një investim shumë të madh, që të jetë i qetë për të ardhmen tuaj. Shumë mirë më kanë ardhur letrat. Grupi 2. Ti që zgjedhe unazën. Energjia flet për fundin e një kapitullit shumë të vështirë në jetën tuaj. Dhe fillimi një periudhe që ka stabilitet, ka bollok, ka dhe lumturi. Por universi po të përgatit për diçka më të fortë se ajo që ti ke humbur dikur. Prandaj dua që dua t'u them të dy grupeve diçka në fakt. Këtu ju që zgjodhët grupin një lulën e diellit, mos mendoni kaq gjatë, besojini intuitës tuaj. Besojini asaj që ju shikon syri. Mesazhi im është që ti nuk ke nevojë të dëgjosh sot çfarë është fshehur pikërisht në tapetin tënd apo në bluzat e tua. Unë pres një koment në këtë video, çfarë grup zgjodhe dhe si do ta zbulojmë së bashku dhe pse universi këtë moment po përpiqet të tregoj, sepse pas një periudhe pushimi emocional, ose një largësie të një personi, ty po të vjen një mundësire. Disa prej jush të grupit 1 po marrin një mesazh, një ftesë që ka një kontakt dhe një hapje dere. Energjia imperiorit po të fliste shumë serioz, por gjithashtu të tregonte që duhet është një njeri i pjekur dhe i qëndrueshëm. Ndërsa Hierofanti po të tregon potencialin për të bërë një njeri më i fortë dhe strukturuar me jetën. Gjithashtu mesazhi i grupit 2, sepse nuk ka kohë, ky grup flet për fundin e një kapitulli dhe për fillimin e një kapitulli tjetër. Gjithashtu e shikoj kapitullin e ri që po vjen, është më i qëndrueshëm. Një zhgënjim ke për të kaluar, një humbje ose një histori që të ka lodhur dhe po të lodh dhe po mbyllet përfundimisht. Universi po të largon ato persona që nuk janë në përputhje me jetën tënde, me rrugën tënde. Karta e legut, e bollokut tregon që je shumë e fortë momentalisht dhe mbretëresha e monedhës, mbreti i monedhës, 10 monedha dhe 9 monedha të tregojnë stabilitet, siguri, shtëpi, por dhe financa. Gjithashtu dhe njerëz që duan të ndërtojnë jo vetëm një premtim, por të ndërtojnë të ardhmen tuaj. Ju përshëndet me netaruar.